Rritja e ndjeshme e çmimit të naftës ditët e fundit në vendin tonë ka bërë që qytetarët të qarku Diber, por jo vetëm, t'i drejtohen Maqedonisë së Veriut për të furnizuar makinat e tyre me naftë. Aktualisht në Shtetin Fqin një litër naftë tregtohet me 1.40 euro, ndërsa në vendin tonë me 206 lek, afro 70 lek më shumë. Drejtuesit e mjeteve, por edhe qytetarët thonë se shkaku i daljes në Maqedoninë e Veriut nuk është vetëm çmimi i naftës, por edhe ushqimet e shportës. Sipas drejtuesve të mjeteve, situata ekonomike në Shqipëri është shumë e shtrenjtë, jo vetëm për çmimet e naftës, por edhe për çmimet e tjera. Ata deklarojnë se shteti duhet të ndryshojë politikën e taksimit të naftës në mënyrë që qytetarët të mos dëmtohen me çmimin shumë të lartë. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që kanë zgjedhur vendin tonë nuk janë të kënaqur as me Bregdetin. Në Maqedoni, ku Diber të madhe, u vin nga Tirana, edhe që s'naft marrën e hall, se nafta është shumë lirë, 1.40 me euro, i be 1.30, 1.300 me tona. Shqipëri mos pit, mos jenë ma dhellë, mo. Se del gjithë. 2010, 2007, 2008, në sekundin rojnë atë numrat. Fajt i kena vetë, gjithë një. Edhe Kosovë, se u dalë edhe në Kosovë është i njojti, si në Maqedoni. Edhe ku Kosova shumë shtetiri o burë. Nuk e di ma thellë me një, jo, po. Thonë që nafta bajt vend, thonë që ne, thonë ne. Banë full thefshin qafën. Maqedonia 90 denara, Shqipëri 2006 lekë është, po. Nafta duhet të jetë ma lirë, Shqipëri se ka edhe naftën e vetë, duhet kretë gjëtë ma lirë, duhet ndryshojë Shqipëria. Nafta është shumë lirë është ati në Maqedoni, edhe shive sa është rada këtu, veç për naftë shkoj njerëzit atje, se këtu është shumë shtrejnë, 2006 lekë. Edhe ushqimet janë shumë shtrejnë në Shqipëri, veç për naftë, të s'ka, këtu është shumë shtrejnë, çdo gjë. Maqedoni, Shqipëri janë si nata me ditën. Tash neve kemi problemet tona që të shkojmë në Diber të Madhe, që andaj pasaj në difuzim pak naftë. Do i hedhim naftën, sigurisht do e mbushim plot që ta kemi për ca ditë në Shqipëri. Kjo nuk na do thush si çfarë të nxjerr kjo. Kjo të nxjerr atë shpenzimet e ditës. Shteti nuk funksionon fare në asnjë drejtim. Kjo është. Ushqimet po, rrogat e vogla po, çdo gjë naftën më të lartë, çdo gjë negative. Çmimet në Shqipëri janë larta shumë. Duhet pak t'i ulin, qeveria duhet mori masa. Se janë çmimet e larta. Sa më shpejt duhet. Çmimet e larta, njerëzit s'kan lek. Lartë, nuk është se vi vetëm për naftë. Po dalë Maqedoni, bashkëpunia e shmejt vi Maqedonisë. Mirë shumë, ama jo pastërtej. Katastrofë, pastërteja shumë mrapa. Nafta katastrofë, shumë shtrenjtë. Aktualisht çmimi i naftës në vendin tonë tregtohet me 206 lekë, ndryshe nga vendet fqinje.